Të nderuar qytetarë, raporti më i fundit i qendresës qytetare konfirmon me shifra atë që çdo prind, mësues dhe qytetar e sheh prej vitesh. Shqipëria po boshatiset dhe bashkë me të po boshatisen edhe shkollat. Në vetëm një dekadë, arsimi bazë ka humbur 113.000 nxënës, ose 1/3 e popullsisë shkollore. Edhe më dramatike është situata në arsimin e mesëm, ku numri i nxënësve është përgjysmuar. Këto nuk janë thjesht statistika, janë mijëra fëmijë që mungojnë në klasat shqiptare, mijëra familje që janë larguar nga vendi dhe një alarm kombëtar që qeveria ka zgjedhur ta injorojë. Ndërsa propaganda flet për investime dhe suksese, realiteti është krejt tjetër. Mbi 300 shkolla publike janë mbyllur, bashkuar ose riorganizuar për shkak të mungesës së nxënësve. Në shumë zona rurale, fëmijët detyrohen të udhtojnë kilometra për të ndjekur mësimin, ndërsa klasat kolektive vazhdojnë të mbeten një zgjidhje e imponuar nga braktisja e territorit dhe mungesa e politikave serioze për zhvillimin e zonave jashtë qyteteve. Rënja e lindjeve me rreth 37% gjatë kësaj periudhe dhe emigrimi masiv i familjeve të reja nuk janë fenomene të rastësishme. Ato janë tregues të drejtë për drejtë të dështimit të politikave ekonomike, sociale dhe arsimore të qeverisë, e cila prej vitesh nuk ka arritur të krijojë besim, mundësi dhe siguri për qytetarët që të ndërtojnë jetën e tyre në Shqipëri. Pasojat nuk bien vetëm mbi nxënësit, ato rëndojnë dhe mbi mësuesit, të cilët përballen me pasiguri për vendet e punës, riorganizime të vazhdueshme dhe mungesë mbështetje profesionale, veçanërisht në zonat ku vijojnë të funksionojnë klasat kolektive. Arsimi nuk mund të trajtohet me propagandë dhe as të mbietojë në një vend që po humbet çdo vit fëmijët dhe të rinjtë e tij. Çdo shkollë e mbyllur është dëshmi e një komuniteti që po shuhet dhe një shteti që ka dështuar të mbajë qytetarët e vet. Ne i bëjmë thirrje qeverisë të ndalojë fshehjen pas statistikave të manipuluara dhe të pranojë realitetin dramatik që po përjeton sistemi arsimor. Shqipëria ka nevojë për politika të mirëfillta që mbështesin familjet e reja, frenojnë emigracionin, zhvillojnë ekonominë lokale dhe garantojnë akses të barabartë në arsim cilësor për çdo fëmijë pavarësisht vendbanimit. Çdo vit që kalon pa veprim e bën më të thellë krizën demografike dhe më të rëndë dëmin ndaj arsimit dhe së ardhmes së vendit. Faleminderit.